Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë tutje me takimin ton, me betejat tona, me udhëzimet se si t'ja dalim në këto beteja. Kemi kuptuar nga takimet e kaluara se betejat janë të pashmangshme. Do të thotë me vetë faktin që jemi në këtë dunja, ekzistojmë, jemi njerëz, ne jemi pjesëmarrës në beteja. Dhe çështja nuk është tashmë e ndërlidhur me dëshirën apo vullnetin tonë që t'jemi pjesë e kësaj beteje, por çështja ndërlidhet që ta kuptojmë betejën, t'i njohim armiqt dhe të kuptojmë se çka kërkohet prej neve. Allahu xhallahu ala na ka krijuar të ndëruar dhe ai është që vendos rregullat dhe ligjet e kësaj jete. Në disa fusha dhe aspekte të jetës, Allahu xhallahu ala na ka lënë të lirë, një lloj lirie që na përket neve, edhe pse edhe ajo liri nuk te ka lënë dëshirën e Allahut te bareke o taala. Nuk ka mundësi të bën askush asgjë në këtë dunjë diç në shpërputhje me lejen e Allahut xhallahu ala. Gjithçka ndodh me lejen dhe caktimin e tij. Në kësaj ne e kemi lirinë tonë të shprehjes, të përcaktimit, veprimeve e kështu me radhë. Mbi bazën e të cilës liri ne i japim nesër llogaritë tek Allahu i mënduar. Përgjegjësia jonë lidhet me këtë liri. Ndërsa aty ku nuk kemi liri, nuk kemi as përgjegjësi. Prandaj ne jemi detyrimisht të ndëruar vëllezër dhe motra pjesë e kësaj beteje. Kemi kuptuar edhe në takimet e kaluara se rreth çkafit bëhet beteja, për çka kjo betejë. Nga se dikush mund ta kupton në aspektin e kësaj dunjaje materiale. Betejë për shembull për tokë, për vend, s'është kjo beteja. Edhe këto janë pjesë të kësaj beteje, por jo në aspektin bazik dhe elementar. Në esencë, beteja zhvillohet rreth zemrës. Kjo është e rëndësishme. Armiqt e dëshirojnë zemrën tënde, nga se zemra është ajo që komunikon me Allahun te bareke o taala. Andaj ne jemi në betejë që ta kultivojmë dhe fuqizojmë komunikimin me Allahun xhallahu ala dhe ta ruajmë nga çdo ndërhyrje që zbeh dhe shkput këtë komunikim. Zemra, sikur që e ka përmendur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe para ti Allahu xhallahu në Kur'an në ajete që i kemi përmendur në takimin e kaluar. Andaj edhe fitoria ditën e gjykimit varet nga gjendja e zemrës. Zemra ka lënë për gjendje ndryshme, sikur që e kemi përmendur. Prandaj, nëse gjendja e zemrës është e shëndosh, e pastër, e mirë, atëherë në bazë të kësaj gjendje shpallet edhe fitoria ditën e gjykimit. Për këtë arsye duhet ta ruajmë zemrën dhe duhet të interesohemi për çështjet e zemrës. Dhe duhet të interesohemi për ushqimin, adhurimet e zemrës, të interesohemi për smundjet e zemrës, dhe tëra që ka të bëjë me zemrën, nga se zemra realisht është esenca. Ne jemi zemra realisht. Gjithë atyrat janë gjymtyrët, gjithë shka tjetër, janë ushtar të kësaj zemra. Nëse ajo është në rregull, nëse ajo funksionon si duhet, gjithë shka është në rregull dhe funksionon si duhet. Nëse ajo nuk është në rregull, atëherë padyshim se ky kaos dhe kjo parregullsi që ka dominuar zemrën tonë do të manifestohet në pjesët e mbetura të qenjes tonë, të brendshme apo të jashtme. Andaj zemra është ajo që na udhëheq në këtë betejë. Prandaj edhe kujdesi për generalin, ruajtja e tij është e domosdoshme dhe etike për ushtrinë në përgjithësi dhe mbarvajtjen e çfarë do beteje që kjo ushtrim me të ballafaqohet. E kuptuam se është e pashmangshme, kuptuam rreth çkafit është beteja, po ende nuk po e kuptojmë me kë është kjo betejë. Kush e don zemrën tonë? Kujt i pengon lidhja me Allahun xhalla xhelaluhu? Kujt i pengon besimi jon? Kujt i pengon adhurimi jon? Kujt i pengon devotshmëria jon? Kujt i pengon nënshtrimi dhe përulën dhe Allah xhallahu ala? Kujt i pengon? Kjo është tema jonë sot. Me kë jemi në betejë? Kush janë armiqt që me të luftojmë ne në vazhdimsi? Armiqt janë të shumë të ndëruar vëllezër dhe motra. Po tre janë kryesorët. Dhe në mes të treve njëri është kryesori. Tre janë kryesorët, por në aspektin pastaj edhe të kategorizimit të këtyre tre armiqve,
njëri është më i rrezikshëm, ndërsa dy janë armiq që i keqpërdor armiku i parë. Por janë armiq. Për cilët armiq po flasim? Për ata që ka folur Allahu xhallahu në Kur'an. Këta tre armiq janë të ndëruar vëllezër dhe motra, egoja jon, nefsi jon, vetja jon. Njeriu është armik i vetvetes, fatkeqësisht. Nëse nuk din me e trajtu si duhet këtë çështje, po, njeriu bëhet armik i vetvetes. Njeriu punon në të kundërtën e dobisë së tij. Dhe këtë do të shohim me shembuj e me argumente në emision të posaçëm. Armiku i dytë kush është? Armiku i dytë është realisht donjoja e tij, rrethi, aspekti material. Qysh armik? Edhe këtë do të shpjegojmë. Po është armik për faktin se nëse nuk e trajton një si duhet, nuk e dominon si duhet, mund të keqpërdor nga armiku i tretë që është kryesori në dëmin tonë. Armiku i tretë është shejtani. Armiku i tretë është shejtani i mallkuar. Këta janë tre armiqt kryesor që ne në baza ditore ballafaqohemi me sulmet e tyre, me cytet e tyre, me pengesat dhe barierat që ata na i vendosin në vazhdimsi për të na dëmtuar raportin tonë me Allahun xhallahu ala, për të dobësuar besimin tonë në Allahun xhallahu ala, apo për të shkputur në tërësi lidhjen me të. Këta janë tre armiq që Kurani flet për ta. Do t'i përmendim në pika të shkurtra dhe përmbledhëse çështje që ndëlidhen me çdo armik, e pastaj me lejen e Allah xhallahu ala do të flasim për secilin armik në mënyrë të ndarë dhe veçantë. Nefsi njeriut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka kërkuar që Allah xhallahu ala me mbrojt nga e keqja e vetës, e keqja e egos, brendisë e njeriut. Andaj çfarë tha pejgamberi sa? A'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. O Zot, kërkoj që të më mbrosh nga e keqja e vetës time dhe nga punët e liga e të këqija. Ma shiko se ka lidh. Punët e liga dhe punët e këqija vinë nga e keqja e egos, nga e keqja e vetës e njeriut. Andaj nëse kjo ego të ndëruar shikues, në shpije në punë të këqija që në karmik, nëse në shpije në mëkata që në karmik, ku është problemi me këtë armik? Problemi me këtë armik është të ndëruar shikues se i përgjigjet e let thirrjeve të armikut kryesor. Bëhet let alat me ta në dëm të barësit të vetë. Njëri është barësi i këti epshi, kësaj egoje. Por fatkeqësisht kërkesat e tij që janë shumë në përputhje me cytet e shejtanit e bëjnë që të jetë alat besnik i tij në dëm të njeriut. E si me bë alat njeriu për vete, për këtë do të flasim. Këto është betejë. Këto është betejë. Si ta ruajmë egon ton, epshin ton, vetën ton nga cytet e shejtanit që nga armiku të kthehet në mik. Nga një i rebeluar të kthehet në një të disiplinuar. A është e mundshme? E mundshme është. Ndaj, këto është betejë jonë. Këto është betejë jonë. Allahu xhallahu ala në Kur'an të ndëruar shikues ka përmendur disa veti negative që i ka njeriu. Ka përmendur për shembull se është i ngutshëm, që është koprac, që është frikacak në kontekst negativ. Ka përmendur Allahu xhallahu ala shumë aspekte negative të njeriu. Pse i ka përmendur? Jo për ta nënçmuar njeriu, po për ta vetëdijsuar për të metat që i ka, dhe për të kuptuar se nëse këto nuk i trajton si duhet, dhe nuk ju shpar luft këtyre të metave, ato shëndron në armik që e dëmton njeriu. Nga ky aspekt kuptojmë se nefsi është armik i njeriu. Një armik i brendshëm, i papërshtatshëm, perfid dhe alat i armikut kryesor të jashtëm që është shejtani i mallkuar. Andaj ku është problemi me këtë nefs? Do të flasim për të në detaje, po këtu në këtë emision kemi një
prezantim të përgjithshëm të armiqve. Për ditë tash se për çfarë armiq po flasim dhe secili armik çfarë natyre të problemit na shkakton. Egoja ka problem se joshet nga thirrjet që kanë të bëjnë me kënaqësitë përkohshme. Do të thotë, nefsi ka problem se i bën përshtypje gjithçka që është e këndshme, e ëmbël në aspektin formal. Nuk ka aftësi nefsi me shiku në pasoja. Dhe këto është betejën me te. Me mësu me shiku në pasoja. Kjo është esenca. Me mësu dhe me kuptu se cytit e shejtanit janë thirrje armiqësore. Andaj, frenimi i tij është betejë me te. Ta mbajmë të frenuar. E se ka njerë që në pa mundësi me kuptu natyrën e kësaj beteje dhe rrezikun që vjen nga egoja, i alirojnë frejt këtij nefsi, kësaj egoje, pastaj ja bëhet e dëmshme dhe armiqësore për njeriu. Prandaj Allahu xhallahu ala kur flet për banorët e xhenetit, përmend se një nga arsyet kryesore që i ka bërë të fitojnë betejë dhe të fitojnë luftën e madhe për xhenet është wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Kështu Allahu xhallahu ala tha. Ai që përgatitet dhe ka frikë për ditën kur del për Allahu xhallahu ala, do përgatitet për llogaridhje. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dhe ndal veten nga pasimi i jepshit, banimi i tij është xheneti. Andaj betejë është me nal dikon, me frenu dikon, me stopu dikon, me duku dikon është betejë. Në këtë kontekst Allah e përmend si armik. Do të flas në detaje për këtë. Pastaj të ndëruar shikues. Dunjaja. Pse dunjaja është problem? Ase dunjaja i mundson shejtanit që të ngacmon nefsin. Rrethanat e jashtme, nëse njeriu nuk është i përgatitur nga brendia e tij, nëse zemra nuk është e zgjuar, nuk është e vetëdijsuar që të kupton realitetin e dunjas, dunjaja mund të keqpërdoret nga shejtani në dëm të njeriu. Aspekti material, joshja nga bukuritë e jashtme që ta zhvendosin nga misioni kryesor për çka ka në dunja, mos kuptimi i drejt i dunjas, i natyrës së dunjas i bën problem. Allahu kur flet për dunjan të ndëruar, zakonisht flet për të në kontekstin e tërheqjes së vërejtjes. Kujdes. Po, flet Allahu për dunjan si një vend ku na e gëzojmë me mirësinë e Allahu xhallahu ala. Si një vend ku ne jetojmë dhe këtu ne arrijmë suksesin për të qenë banor të xhenetit. Dunjaja është patjetër, pa dunja nuk mund të shkojmë në xhenet. Mirë po, Allahu xhallahu ala kur flet për dunjan në kontekst pozitiv, gjithmonë flet në njën e besimit. Vetëm. Duke folur për besimin, e ndërlidh pastaj edhe dunjan në këtë kontekst. Nëse dunjaja ndarës nga besimi, zakonisht është e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme. Prandaj edhe Allahu xhallahu ala sa flet për dunjan të ndëruar vëllezër dhe motra, zakonisht tash flet në kontekst të kujdesit. Kujdes. Për shembull, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya, dini se Allahu thotë, dini mirë, dini. E dija është çështja e zemrës. Andaj o zemër, bëhu e vëmendshme, bëhu kujdesshme, bëhu e zgjuar, që të kuptosh çka, se dunja është laibun wa lahu. Se këtë dunja ka arktim, ka loj, ka garim njerëzve për dunja, kush për merë ma shumë, kush për ndërten ma shumë, e pse e lem pasaj, o të fekhurun, edhe ka mburje, me pasuri, mburje, me pasarës, me meq, mburje, me forcë, me pushtet, që ka dunjajnë. E këto gjitha janë në disfavorin e fuqizimit të raporteve me Allahun te barekutaala. Njerëz që garojnë për dunja,
kush më i pasur, kush më i fortë, kush më dominant, pa kuptim, thjesht vetëm për kaq. Padyshim se kjo i pengon që ta adhurojë Allahun xhallahu ala. Qase kjo mbill në zemër njëri pasaj arrogancë, që këtë problem është e zemra. Dhe qasja e gabuar ka shkit dunjas, mos kuptimi i drejtë i dunjas, padyshim se e prek zemrën, i ndihmon shejtani që në zemër të mbill arrogancë, mendjemadhësi, frikë të panevojshme, sikur se është, për shembull, frika nga varfënia. E pastaj shkon ka harami. Shejtani i frikson njerëzit se në halal s'mjafton. Me halal nuk mjafton. Nuk mundesh me arrit me halal. Gjithsesi duhet me shku ka harami. Kjo frikë që e mbill shejtani përmes dunjas në zemrën e njerëzve. Andaj për me i largu këto tendenca djallëzore për shtrembërimin e funksionimit të zemrës dhe verbnimin e saj, do të betej. Betej e luftë kjo. E kur shejtani e përdor edhe dunjan, ne duhet edhe dunjas me i shpat luftë. Cilës dunja me i shpat luftë? Dunjas e shejtanit. Dunjas nga perspektiva e shejtanit. Dunjas nga qasja e shejtanit për deviju njerëzit. Çdo dunja që do me na deviju, ne duhet me luftu për me kthy në dunja që na ndihmon me udhëzu. Dhe dikush dunjan e ka për devijim, dikush dunjan e ka për udhëzim. Dikush dunjan e ka për me i fuqizu raport me Allahun, e dikush me dunja i prish raport me Allahun xhallahu ala. Në dunja mundson këtë dhatë. Po zakonisht, dhe fatkeqësisht, njerëzit nga pakujdesia e shndrojnë dunjan në armik. Njerëzit e shndrojnë dunjan në armik, nga pakujdesia. Dhe armiku i tretë, të nderuar shikues, është shejtani. Ky është kryesori. Dhe për këtë Allah xhallahu e ka pranë. E ka përmenë Allahu te bareku teala se shejtani është armik. Ku Allahu në shumë ajete thot, aduwwun mubin. Armik i përbetuar, armik i hapur, armik i qartë. Fattakhidhuhu aduwa. Trajtojeni si armik. E si është trajtimi i armikut? Çu trajtohet armiku? Armik do me shkatërruhu. Të lufton vazhdimisht. Çu është trajtimi i tij? Lufta, betejë. Andaj dy të partë janë të rrezikshëm, por zakonisht janë të rrezikshëm për shkak të manipulimit nga shejtani. Dhe betejën kryesore të ndërruar shikues, vëllezër dhe motra, betejën kryesore është me shejtanin. Prandaj ne duhet të flasim edhe për nefsin, edhe për dunjan, që ato t'i kthejmë në shërbimin ton, e ta qarmatosim shejtanin nga këto armë të fuqishme kundër neve, dhe me ato armë që ka dashur me në luftu, ta luftojmë ne shejtanin. Por për këtë duhet punë. Do të me njoft shejtanin, do të me njoft intrigët e tij, do të me njoft çysh Kurani e prezanton shejtanin. Kjo na duhet shumë. Nëse fatkeqësisht e shumë muslimanë sot shejtani është diçka shumë abstrakte. Tek shumë muslimanë sot shejtani është diçka shumë iluzionare, jo konkrete, praktike dhe prekshme. Shejtani nuk mund me e prek, për shkak se është jashtë dimensionit të shqiseve tona. Nuk mund ta shohim. Mirë po, sherrën e tij mund ta prekim. Mund ta shohim. Probleme që ai sjell, telashet, pasojat tek njerëzit i shohim dhe i prekim. Dhe duhet me ditë me luftu me shejtanin. Jo me injoru, ose me kufizu betejën me shejtanin, si kështë fatke që shumë njerëz e bojnë, te ëndrat e këqija. Po shumë ëndrat e këqija, shejtani më bjen që aty ka beteja është te ëndrat. Beteja është te mësyshi. Dhe pse këtu janë probleme serioze që shejtani sjell tek njeriu. Po nuk është këtë beteja që aty. Beteja që janë shumë ma perfide, më stëm të sofistikuara. Janë shumë të komplikuara, se të kufizohen në këto që i përmenda. Pra dhe një duhet të demaskojmë këtë armik. Ti demaskojmë kurset e ti, ti demaskojmë të gjitha përpjekët e ti për të në devijuar, për të në rrëmbyer zemrën, për të në dobësuar besimin, apo edhe azgjësuar atë. Do të betej me mbrojt besim, me mbrojt zemrën, me mbrojt raportin me Allahun xhallahu ala. Andaj me betej të vazhdueshme. Dhe këta janë tre armiq të ndëruar shikues, në detaj do të flasim pastaj inshallah në të ardhmen, edhe për natyrën e armiqësisë, edhe për
udhëzimet që duhet ndjekur në këtë betejë, që këta armiq realisht mos të triumfojnë në betejat e tyre kundër neve, po të triumfojmë ne. Në raport me dy të parët, nefsin dhe dunjan, t'i kthejmë në favorin ton, e me tretin të asgjësojmë çdo tendencë të tij për ta futur ndonjë vezvese në zemrën tonë. Për gjitha këtu ka shumë që ka më thonë, andaj shpresoj që do të vazhdojmë timi së bashku, inshallah, edhe në takimet e ardhshme. Kaq për këtë pjesë. Këta janë armiqët, andaj të ruhemi dhe të kemi kujdes.